Skuadra e Bazelit është shpallur dhe matematikisht kampione më i ri i Superligës së Zvicrës për sezonin 2024-2025, teksa mbrëmjen e djeshme mposhti Luganon me rezultatin 2-5 në duelin e zhvilluar në stadiumin Di Cornaredo. 3 golat për Bazelin në këtë triumf i shënoi ylli me origjinë shqiptare Xherdan Shaqiri, i cili ishte padyshim lideri i kampionëve të sapo shpallur në këtë edicion. Golin e parë në këtë takim e realizoi Albian Ajeti në pjesën e parë, ndërkohë në minutën e 42 Ajeti u ndëshkua me karton të kuq. Por kjo nuk ishte problem as pak për Bazelin, pasi në pjesën e dytë shënoi fitore 2-5. Me këtë fitore Bazeli shkon në kuotën e 67 pikëve në vendin e parë, duke siguruar titullin edhe matematikisht val diferencës 15 pikë nga Servete e vendit të dytë. Përsa i përket Sheqirit, 33 vjeçari në këtë edicion është aktivizuar 31 ndeshje, ku ka shënuar 18 gola dhe ka asistuar plot 20 herë.